me barazi, drejtësi, meritokraci. Zoti Presheva, nuk e din që këtu në Kosovë të përfshin se cilin prej neve këtu, edhe zotin Saliu, edhe bashkëftetarin tem e mikun tem, zotin Berisha, jena të privun për se cilës drejt, veç për një drejtë nuk jetë të privun, për drejtës lëvizjes lirë. Për si cilës të drejt, je i privun për drejtës në shkollim, je i privun për drejtës për facim, je i privun për drejtës shëndetësi, edhe me gjithë këto hale që e kanë qytetarët. Kemi një presidente që veç i shërben shumicës. Presidentja, ose presidenti, duhet me konë simboli si cilë qytetarë. Edhe imi që në shaj. Ta zonë, nuk është... Që e kritikon, po. Po thash që edhe kështu, po edhe që e shaj. Pe marë një barë të pa qenë për vete. Për një kritikë, që ja kompozonës presidente të zemë në rritët sociale, sa të ka mundësin me komuniku, unë blokohem. Pra një presidente... Ta ka bu blok presidente? Që nuk e duron kritikën. Pikërisht për shkak të fëmijëve të sajna. Shtrohet pyetja, pe pyesat zotërion. Zotin Preshevën. Zotin Preshevën, ku duhet me shkollu fëmijën tem nëse presidentja merr pagë prej publikës se nuk e beson publikës. Çfarë më bëna? Okej. Nuk na duhet presidente, edhe president, edhe politikan, edhe kryeminist, edhe ministra, cilës do qoftë. Okej. Jo dëgjoj, me përfundu. Duke dëgjuar. Cilës do parti politike, edhe aty që kam rroktu 19 vjet me zotin Kurti, edhe këtu që kam dalë në fund në listën e aleancës, që jetojnë në lagjet luksoze e qytetarët, atje që janë përmbyt, sot ballafaqohen me situatat atyne. Pra, unë kam thënë zëshëm edhe për tham, ne kemi president që dëshiron edhe zoti Saliu edhe zoti Presheva me pa për panoram politike, të apull dorën Trumpit të e kap. Nuk dojmë president i cili e mbron frymën e barazis. Pra edhe disa shkelit e presidentja. Kemi një presidente që 5 vite